Për të parandaluar apo përballuar zjarret nga buxheti i shtetit për këtë vit janë në dispozicion të emergjencave civile 5.79 miliard lek. Në krahasim me vitin 2025, fondet për emergjencat janë rritur me vetëm 330 milion lek, pavarësisht se zjarret e vitit të kaluar dhe përmbytje gjatë dimrit sprovuan kapacitetet shtetërore të menaxhimit të këtyre fatkeqësive. Megjithatë, Ministri i Financave Petrit Malaj thekson se financimi është 13 fishuar krahasuar me vitin 2020, ndërkohë që janë shtuar kapacitetet e emergjencave civile për të menaxhuar fatkeqësitë natyrore. Sot përballë situatës së zjarreve, Shqipëria ka një buxhet shumë më të madh, kapacitete të shtuara dhe burime të parashikuara për emergjencat, ndërsa edhe bashkitë kanë fondet e tyre të rritura ndjeshëm për ndërhyrjen dhe përballimin e situatave në territor, thot ministri. Mëtej Malaj sqaron se buxheti i shtetit mund të përballojë edhe nevojat të paparashikuara emergjente, pa u cënuar prioritetet e tjera në rast se do të jetë e nevojshme. Ndërkohë, përveç buxhetit për emergjenca civile, edhe vetë bashkitë kanë fonde të dedikuara për mbrojtje nga zjarri. Për këtë vit, fondet për këtë qëllim janë 2.42 miliard lek, me rritje prej 145.6 milion lek në raport me vitin e kaluar. Pra në total janë 88.2 milion euro nga pushteti qendror dhe ai vendor për të menaxhuar emergjencat civile. Bashkitë me buxhetin më të madh në dispozicion për mbrojtje nga zjarret janë Tirana me 311 milion lek, Durrësi 106 milion lek, Kuksi me 86 milion, më pas është Elbasani me 78 milion dhe Shkodra me 76 milion lek. Por ka edhe bashki të cilat duhet të shuajnë zjarret me vetëm 21 milion lek në dispozicion, siç janë Rogozhina, Vaudejës, Divjaka apo Vora. Ndërsa dy bashki të cilat po përballen me zjarre të forta në ditët e fundit si Kruja dhe Patosi, kanë në dispozicion për të shuar zjarret, përkatësisht 35 milion dhe 28 milion, fondi caktuar në buxhetin e tyre vendor.